Tani, kemi gështenjat. Kemi gështenjat. I kam vënë në ujë. Kam bërë prerje të gështenjës. Ose vendosin një kryq këtu, ose për zgjatje vendosini prerje. Sërish i vendosin në ujë. Nga ujë shtojni, i transferoni direkt në tenxhere. Është sezoni gështenjave, të pjekura, të zjera, në supra, në gatime, si të dëshironi. Ende, se di çmimi, nuk e di a kanë rënë apo jo pak. Unë mora një paketim diku e gjen me shumë të 7.000 lek, diku me 5.000 lek. Unë e gjeta me 6. Me 6, pra, sipas madhësisë. Shtoj, vaj. Ne t'i pjekim siç e shihni. Shtoj dhe një mas kripe. Dhe me përzierje. Pra të lara të pastruara, bëjmë atë prerjen që e treguam në ato skajet e gështenjës, dhe më pas i vendosim për të pjekur në tenxhere me krip. Vazhdimisht, kur fillon dhe ikën shkëlqimi i gështenjës, ne fillojmë dhe shtojmë nga pak ujë. Kjo mas ujë gjithmonë derisa të filloj dhe të shpërthej të jetë e dukshme pjesa e brendshme e gështenjës. Pra hapet ajo, i tregon pjesën e brumit brenda. E mirave është, një këtë lutem edhe pak sheqer. Shtojmë krip dhe sheqer shumë më pak, që të kemi atë shijen e duhur. Ja, përzijejmë. Ja, gjithë kohës përzijejmë. Sepse duhet të jetë e një trajtshme. Çfarë ju kujton? Ju kujton? Faleminderit. Pjesën e asudes, përzierje. Shtoj. Ai brumi dhe tulli është fantastik në shije. Vendosim nga pakës ujë. Nga pak, ja. Sërisht e përzijej dhe e lë derisa të përthitet. Pastaj sërish, po. Një përzierje të duhur. Ne do të shkëputemi tani nga kuzhina. Faleminderit për recetat e sotme. Shihemi nesër me Albanën. Gështenjat duke u bërë janë. Ne do të shihemi pas fleshit informativ, do të jemi me doktor Ylli Merja në Bima dhe Shëndeti. Pse na mbien duart, pse na mbien këmbët, cili është shkaku dhe cili është trajtimi natyral. Ju pres.